Mirë mëngjes, shikues të #Gjesit, mirë të takohemi edhe sot si çdo të martë në rubrikën Shneta. Sot me mjeku në studio do të flasim për osteoartritin. Të ftuar kam doktoreshën Nazmije Martinaj, reumatologe në Spitalin Amerikan 1. Mirë mëngjesi doktoresh, mirë se ardhët. Mirë se ju gjeta, kënaqësia është e imja të jam në emisionin tuaj gjithmonë. Doktoresh, po fillojmë, na tregoni fillimisht çka është osteoartriti, çfarë sëmundje është? Po. Temë shumë e qelluar, pasi që në popullat, në mbi moshat 65 vjeçare, moshat e shtyra, domethënë, është shumë kjo sëmundje e përhapur. Osteoartritet janë inflamacioni i vetë nyjes së ashti, si me thanë. Po me njëherë po dua për atër të shikuesve që të kuptojnë në fakt çka është kjo fjalë, ky term osteoartrit. Nyjet tona në trupin ton, e për shikuesit është më të jetë më e kapshme. Janë të përbërë, për shembull nyja e gjurit është e përbërë prej dy nyjeve të tjera, apo artikulacioni i gjurit prej pjesës së poshtme apo pjesës distale të femorit, të ashtit më të gjatë në trup, edhe pjesës proksimale apo pjesës fillestare të dy eshrave të kërcirit, tibies dhe fibulës. Tani, për të formuar ky artikulacion, do me thënë këtu na nevojiten dy nyje. Këta nyjet për të bashkuar njëra me tjetrën, këta duhet të kenë një sipërfaqe artikulare, do me thënë që të bashkohen. Po, në fakt, nuk duhet edhe bashkimi të jetë shumë i madh për arsye se vjen ditë e fërkimi. Po çka ndodh nëse nuk duhet të fërkohen, do me thënë që të bëhet një sipërfaqe si rregullare, po kapsula, këta bashkohen përmes një kapsule artikulare. Kapsula artikulare duket si një lloj filxhani. Ke parasysh filxhanin? Ashtu bashkë është e bardhë, edhe është e lëmuar. Kapsula artikulare normale është shumë homogene, do me thënë e lëmueshme, që të rrëshqasin nyjet, po mendoj që të mos ketë fërkim. Pastaj, ajo ka një elasticitet dhe rreth saj në brendësi nuk ka enë të gjakut, po ajo ushqehet me enë të gjakut përmes venave dhe arterive për rreth të pjesëve si ansore. Do me thënë, merr ushqim kolateral. Pastaj, që ajo të jetë shumë funksionale, të rrëshqasin nyjet njëra me tjetrën, të mos kemi në fërkime, se po të kemi fërkime dhe po të damtohet ajo, atëherë kapsula artikulare, atëherë do të kemi vështirësi në lëvizje, do të kemi dhimbje që do t'i flasim dikur më vonë. Pra, po ma merr mendja që është një sqarim i kapsulës artikulare normale. Çka është në fakt tash osteoartriti? Do të thënë, osteoartriti është sëmundje kronike e sistemit kockor, mund të themi një proces, se kalon me muaj, me vite, derisa të formohet ky osteoartrit, dhe ku vjen deri te zbutja e kësaj sipërfaqe artikulare që e përshkruajta, dhe vjen deri te desintegrimi, do me thënë, vjen deri te coptimi, apo deri te ulqerat e këtij jastukut që bashkojnë të dy nyjet. Pastaj na dalin procese, patologji, dhimbje e të tjera, do t'i sqaroj më vonë. Po, pse vjen deri te kjo osteoartritet? Pse vjen? Është një disbalans. Të janë edhe sëmundje më shumë degenerative, do me thënë, si të themi se ke një disbalans në mes presionit mekanik, për shembull që bëhet në këtë kapsulën artikulare dhe rezistenca e kësaj kapsule për ta mbajtur këtë presion. Do me thënë, duhet ta merr në atë kuptim se sa, do me thënë, po e duron stresin që bëhet në këtë kapsullë, ose në kapsullën, në këtë artikulacionin e krahut humeroskapulare, ose të brylit, ose të duarve, si metakarpofallingialit, ose të këmbët. Do me thënë, e gjitha presioni mekanik që bëjmë na, ose duke punuar gjatë, ose duke ushtruar në lojrat të ndryshme, këto tenise, ose për shembull boksieri tu, do me thënë një presion mekanik më i madh. Po, në fakt, kjo është mjaft thash shumë e çmuar
edhe për arsye se për artikulacionin, për arsye duhet të ketë thash sasi më të madhe për arterive që ushqehet rreth saj dhe në esencë duhet të ketë materialin apo substancat proteoglikan. Do me thënë, sa më shumë, sa më gjatë proteoglikani është substancë që e mban atë sipërfaqe artikulare të si lëmuar me elasticitet. Sa më shumë proteoglikani dhe keratin sulfatet të janë përqëndrime më të larta, atëherë ajo do të jetë më e ruajtur dhe prej shumë faktorëve të tjerë që do t'i shtjellojmë tani. Po. Doktoresh, ju përmendë pak a shumë grup moshat. Ju tha që në një moshë pak më të shtyrë. Por cilat nyje preken konkretisht nga osteoartriti? Vetëm edhe të ndalem. Tash dikush mund të pyes, a më shumë femrat apo meshkujt? Të dy gjinit preken, si femrat si meshkujt, po janë edhe disa faktorë të tjerë, pse të femrat më shumë, ose pse të meshkujt më shumë, që do t'i shtjellojmë tani. Preken të dy femrat, të dy moshat, më falë, si mashkujt dhe femrat, e pastaj mosha 65 vjeçare, diku mbi 50% thash preken, ka dhe mosha të reja 30 vjeçare, ku diku 1%, se varet edhe disa faktorë të tjerë, obeziteti, presionet mekanike apo puna profesionale që lidhen me këto ngarkesa. Pra, më nga mosha 30 vjeçare. Po, 1% preken mosha 30 vjeçare. Persona me gjithat ekziston. Po, ajo varet varësisht çfarë pune ushtron klient, pacienti, personi. A ke hasë në Kosovë tek mosha më të reja? Po, kam hasur edhe mosha të reja mbi 9-30 vjeçar. Edhe mosha 40, diku 50 vjeçar, diku ka 10%. Po, preken të gjitha nyjet. Sidomos, ata që janë mbi peshme, asi obezitete, preket nyja e gjurit, edhe preket pjesa lumbale. Pastaj, preket pjesa e shtyllës si kurizore, vertebrat lumbale, kemi shpesh fascitit artikulare lumbare. Preket shpesh nyja e brylit, te ata që luajnë tenis. Do me thënë, këto janë shtypje, janë ngarkesa periodike, afatgjate, që ushtrojnë në asi artikulacionin e kështu të brylit. Pastaj preket nyja humeroskapulare, nyja, do me thënë, tu kemi 3 nyje, nyja e klavikullës, pastaj i krahut edhe e shpatullës. Do me thënë, çfarë presion bëjnë peshat të randa? Do me thënë, kjo është një sëmundje degenerative që presioni mekanik që bëhet mbi kapsullën artikulare i pengon pacientave. Po, mos po dalë në mos po kaloj në temë më të gjërë. E patëm më herët, Lus Regjinta këtej foton e më hershme. Po, unë e kam mrapa, s'po më të shoh. Me pa edhe atje për para. Në këtë foto janë duar, doktoresh? Shumë e rëndësi. Shumë kam pacienta që më vinë me këto si noduse. Tash për shembull, kjo janë manifestime klinike që paraqiten e te moshat mbi 50 vjeçare. Unë për shembull kur të vjen në ordinancë pacienti ose pacientja, e di përgjithsisht çfarë moshe është, se këto, do me thënë, këto janë manifestimet klinike të osteoartriteve. Pse bëhen këto? Në fakt, këto janë është osteoartrit poliartikular. Do me thënë që prek shumë nyje. Nëse preken më pak se 2 nyje, quhet oligoartrit. Do me thënë, a nëse preken më shumë se 3-4 nyje, atër kemi poliartrit. Pse bëhet kjo? Kjo, tash po vrehet në foto shumë bukur, që në pjesën distale të gishtave kemi disa si noduse, apo si gomza. Vetë pacienti nëse e sheh këtë foto, ka me thënë, po si durtemia. Po, këtu është një artrit degenerativ, ose osteoartrit digitorum në gjuhën latine, apo artrit i moshës 50 vjeçare. Kjo formohet për shkak se për shkak pacienti ka për punë asi mekanike shumë të madhe. Në të ftoftë, në të ngrohtë, ngarkesat asi të rënda, për shembull bartje peshave, ose puna që ka qenë shumë kështu asi ritmike, ose në tastaturë, apo po më tepër këto i amortizon pesha edhe puna. Ngritja e peshave. Po, ngritja e peshave. Çka ndodh me këte? Këtu, te osteoartritet, për ndryshim prej sëmundjeve autoimune, kemi një ngushtim të hapësirave artikulare. Se normalisht, të gjitha këto nyjet duhet të kenë një hapësirë për të si lëvizur dorën, gishtin. Po, tash te osteoartritet, për shkak se prishet
sipërfaqja artikulare ulqerohet, degradohet, si dezintegrohet, bjen dhe kjo substanca proteoglikaneve, humbe, do me thënë, nuk e ka atë si elasticitetin e vetë. Pastaj, edhe në qoftë se është dorë më e trash, është pacienti më obez, atëherë edhe vjen dhe kjo jastuku i ti, duke u dezintegruar, dhe në këtë pjesën e poshtme, ajo nuk e ka edhe vaskularizimin, ushqimin me gjak ashtu sa duhet, dhe kocka me kalimin e kohës, prej peshave të rënda, fillon të rimodelon veten. Do me thënë të ngushtohet dhe me kalimin e kohës, vetë për natyrës, fillon të formohen disa eshtra anash, si kërce. Tash edhe kocka e merë si rimodelon formën, edhe formon osteofitet. Në fakt, këto gomzat që po i shofim në foto, nuk janë asgjë tjetër, vetëm është ashti i prodhuar për rimodelimit të kockës. Do me thënë, e ka marrë forma që është normale. Po, do me thënë, kemi osteofite këtu, edhe janë nye. Këto quhen nodus heberdena. Po, këto dhamin, me një farë mënyre te sa pacientat të tjerë, dhimbja është shumë e madhe, ku pastaj ndoshta dhe duhet mjekimi, që të flasim më vonë fund për mjekimin, po, te pacientat të tjerë, për shembull i them pacientit, mos puno shumë. Tash edhe ai thotë, doktori shunësun e le punën, shumë e drejtë. Po, me antiinflamator qetësohen. Si ti shohim këto gomza, e dim që është osteoartrit i gishtave. Kjo nuk kthehet më mbrapsht. Këto gomzat nuk largohen. A mund për fat të keq, mund edhe të përkeqësohen, po. Të përkeqësohen, edhe sa që pacienti asun e lëviz dorën. Po. Gishtin fakt. Pastaj, në pjesën e falangu tjetër, që po shifet në foto, proksimale interfalingiale, edhe këtu formon njët baushart. E njëti mekanizëm është sikur që e përshkruajta më herët. Do me thënë kushtet klimatike, ftofja, po më shumë presioni mekanik që bëhet në sipërfaqet artikulare. Se dhe këto falangjet, edhe këto të voglat, i kanë sipërfaqet artikulare aty ku bashkojnë dy nyje. Ramja e proteoglikanëve, humbja e elasticitetit, pastaj edhe puna ritmike. Puna ritmike e gjatë. Do me thënë, është bërë presion, si amortizim që thotë popullin një fjalë, atjerë këto shkaktojnë. Do me thënë për ndryshim, po çka pastaj manifestohet tek ta, ndoshta ju intereson pacientave. Në fillim këta kanë dhimbje, sigur i përshkruajtëm. Pastaj vjen dhe te ejtja, dhimbja. Po, dhimbja në mëngjes apo ngurësimi mëngjesor, për ndryshim prej sëmundjeve autoimune, nuk është më shumë se gjysore. 10 minuta, 15 minuta, thot pacienti doktorisht, sa po lëvizi, po ngrohem pak, edhe po fillohen, po lëshohet dhimbja. Jo si kur të sëmundjet autoimune, që dhimbja është tër paraditës. Aty esenca është dikon tjetër, do me thëmë problematika është më e thellë, genetike edhe që kemi folë emisionet të tjera. Këto pak pacientit lëviz, në merë diqka, po në pjesën e parë të mëngjesit e ka vështirë. Su mund të mbërthej pullat e këmishës, ose për shembull të vishet, në fillim është vështirë. Ose nëse për shembull do një periartropati e skapullës me këtë humerusin që pata një paciente para një ave, ajo së mujke asë gjemperin trikonave të hjek. Se do me thënë, aty kemi edhe presioni shumë i madh, kartilago është e dëmtuar, edhe plus ka edhe kalcifikate. Është edhe një temë do shta pak tjetër të shtjellojmë. Ose për shembull, boksierat që punojnë, që luajnë në meç, ritmikisht i damtojnë këto falangje, edhe kanë probleme. Pastaj, balerinat që duhet të rinë në këmbë, në pjesën e tallusit, do me thënë të thembrës, ata gjithmonë kanë presion mekanik gjithmonë në njën tallokrurale, edhe aty ritmikisht ato kanë probleme. Po, pastaj çka i karakterizon manifestimet klinike të tjetër? Tash dhimbja, ngurësimi mëngjesor, lëvizjet janë të kufizuara, sidomos te gjunjët. Ata pacienta, zina edhe kemi edhe një foto tjetër të gjuve, ato janë osteoartritis geni, terminologjia e re, terminologjia e vjetër është gonartrozat. Këta kanë probleme për shembull, edhe këto është problemi. Sipërfaqja artikulare, kapsula, thellohet, dezintegrohet, mund të ulqerohet. Kjo më shumë i prek
Kjo më shumë i prek pacientit më të vjetra. Ato sidomos, mosha është në pyetje shumë, për arsye se pacientet, kemi dhe pacienta astenik më të dobët, po pacientet e obez, problematika o shumë e madhe, te gonartrozat e gjujve. Sepse këtu kapsula artikulare nuk vaskularizohet sa duhet, quajt pacientja në këmbë ose pacienti i obez, tërpesha jonë shkon të dy gjunjët dhe 5 unazat e bedit. Pastaj këtu kemi një fërkim, një kongruencë shumë të madhe, sipërfaqja artikulare e ka humbur as elasticitetin, është më e vrasht, proteoglikanët bien, edhe pjesa mediale e gjunjëve fillon të hahet, të si grimcohet, si me thanë, të argjohet. Këta pacienta kanë shumë dhimbje. Këta pacienta në mëngjes kur zgjojnë, duhet nga dal 5-6 minuta të ulem, të më prit njëherë, të ngritë mirë, e pastaj derisa të ngrohet pak artikulacioni, pastaj të marrin lëvizje. E këtyre pacientave smundën dhe zgudojnë të bëjnë lëvizje të shpejta. Me njëherë është ngurësimi i mëngjesit, është ngurësimi shumë i vështirë. Pastaj mas 5 minutave, 10 minutave, do me thënë, jo më shumë se gjysore. 15 minuta, pastaj si fillojnë këto lëvizjet e para, pacientja kadal fillon të ngritet. Pastaj këtu ndikon të paraqitja influencimi të osteoartritet, ndikon thashë mosha e vjetër, shumë ndikon trashësia, pra po tham, obeziteti, këtyve pacientave do të flasim më vonë që ka duhet t'i asi rekomandojmë, pastaj frakturat, traumat. Nëse pacientet kanë pësu do një aksident, do një fraktur, do një rëzim, atëherë, sipërfaqet artikulare nuk përputhen më ashtu si ka natyra për fillimit të janë të përputhshme, po tash fillojnë të bojnë një rimodelim. Do me thënë, të mos jetë nëse operatori ka qenë shumë i shkëlqyer, edhe ka bën një reponim shumë të mirë, atëherë shumë e drejtë. Po nëse fraktura edhe ka shkuar për shembull skaj i pjesës femorit, nuk është përputh ashtu si duhet në pjesën e gjurit, fraktura, kocka me kalimin e kohës fillon ta gjej veten, ose në këtë pjesën mediale ose laterale, edhe të formohen ndonjë osteofit. Do të prodhohet diçka që të pushon veten në atë pjesë. Këto janë osteofite marginale. Donjëherë në radiografi, që është shumë bukur aty shihet. Shumë bukur shihet edhe pacientat kur e marrin ndonjë film që kanë punu ndonjë radiografi, e kjo është tipik osteoartrit. Tash për shembull, tu kemi ngushtimin asimetrik. Shiko, është anu me një anë ngushtimi, edhe pacientja ose pacienti shumë vështirë ta bëj lëvizjen, po, pastaj proteoglikanet. A të më e madhe se që duhet jetë? Jo, është ngushtim. Ngushtim asimetrik. Tash, edhe çka bën ajo? Tash kjo mundohet pacientja të lëviz në këtë anën tjetër që të barazon. Po përsëri ka dhimbje. Ajo pjesa poshtë njerë foto a mundet të del? Edhe njerë foto, kjo pjesa si vi e bardh. Kjo pastaj e pëson një skleroz subkondrale, do me thënë pjesë, kjo është si formë asi patologjisë, proteoglikanët bien, kreatin sulfati, do me thënë, me një farë mënyre, ky gjunjë është shumë problematik të lëviz me, për shembull, don të lëviz 50 metra, po duhet kadal, rafsh, të lëviz, të pushon, të ecë ose të pushon. Nuk mundemi thënë pacientit, ecë 3 km, 5 km, ose për shembull më tepër, se ka probleme. Kjo është osteoartrit i gjurit. Kësi lloj patologjish mund të themi që se kam çdo ditë në ordinancën time. Janë problematika shumë të shpeshta. Edhe për atë e kam marrë edhe këtë temë. Mund të shifemi, tash ndoshta se kam marrë një foto tjetër, edhe te pjesa e supit, te pjesa e brylit, edhe në shpesh poliartikularit osteoartritet, kemi edhe te fëmijët. Kemi te fëmijët osteoartrit i fëmijërisë. Morbus pertes, kjo është shumë karakteristike për moshat e fëmijëve, mosha 4 deri në 10 vjeç. Morbus pertes, fëmija mund të lindë edhe me atë problematik, ku koka e femorit, e ashtit më të madh, nuk vaskularizohet me gjak. Kemi një nekroz avaskulare. Po, këta fëmijë qalojnë, kanë dhimbje, edhe kur bëhet një rezonancë magnetike ose rentgeni pastër, shihet që është nekroza vaskulare,
edhe kanë dhimbje, po këta pastaj në të ardhmen i prek një osteoartrit i të rriturve. Do me thënë, kjo patologji ka me u bartë edhe më vonë. Edhe format e moshave të mesme, te format poliartikulare, shpesh preken mosha mbi 50 vite, 60 vite, edhe fascetet, do me thënë kemi osteoartrit të unazave të bedit, fascet artikular i vertebrave lumbale, edhe këto që i përmendëm në noduset problematike. Pacientat në mëngjes kanë problematik, tash të vishen, të marrin gotën e çajit apo gotën e ujit, po në fillim 15 minuta. Pastaj derisa të mëngjesin pak më ngadal. Jemi drejt fundit, po ndoshta do të ndalemi pak tek trajtimi. Si duhet trajtuar? Shumë e rëndësishme. Programi mjekues i osteoartriteve përfshin mjekimin si medikamentos, mjekimin si edukativ, social, pastaj edhe në fund ato si kirurgjikal. Pacientëve të ndalemi në fillim, ato që kanë gonartroz, ti shpjegojmë. Do me thënë reumën e pjesës, tash pacienti thot kam reum këtu. Është si lloj reume degenerative, do me thënë sëmundje. Atyve pacientëve me gonartroza të avancuara, atyve ju themi, ato që ishte ajo foto e gjurit, atyve ju themi që të bëjnë lëvizje, jo pa lëvizje. Lëvizje të bëjnë. Po, në atë moment kur gjujt fillojnë të dhambin, i tham pacientes ose pacientit, ullu dikun pusho. Pastaj përsëri fillojnë ecjen. Ato janë artroza të gjurit. Ose për shembull, tash këto edhe pacientëve obez po duhet të ndalemi këtu, ato që shkaktojnë obeziteti, traumat e mëdha të osteoartritit, mundohemi me këto palestër, me fitness, me dietologët, që barëm të paktën 1 kilogram, 2 kilogram të dobësohet, edhe që të lirohet kjo hapësira e gjurit, që të jetë sa më funksionale kapsula artikulare. Po, në përgjithësi do me thënë, ju themi, mos të ndalim lëvizjen, palestër, fitness, ata që munden, ose të tjerët me si dietologët. Po, pastaj fillon edhe trajtimi me medikamente. IPET në këto raste, antiinflamatorit jo steroid. Kortikosteroidet peros nuk kanë efekt shumë të madh. Për shembull, tek gonartroza e gjurit, shumë efektive është kortikosteroidi intraartikular. Po, një herë në 4 muaj apo 2 herë në vjet, me këto kollagenet është shumë. Një pjesë është me kollagen, me acid hyaluronik, një pjesë është me kortikosteroide. Do me thënë, po, kortikosteroidi 2 herë në vit, më shumë nuk tolerohet. Po, pastaj ipen edhe klorokuin, pastaj ipet edhe disa preparate të tjera. Po, nëse pacientja, për shembull, për që kam pash një paciente tash aktualisht të mjeku, kjo, njëja falanga e gishtave, pjesa distale, interfalingeale distale, ka gomza shumë të shprehura. Pacientja s'po mundet prej dhimbjeve nuk ka gjas të lëviz, po ka shumë dhimbje, edhe kjo kapsull është shkri e tëra. Atëherë, në këto raste duhet bëhet artroplastika. Artroplastika do me thënë, po, duhet vendoset protez në këtë pjesën që është shkri kjo kapsulla artikulare, që të vendoset edhe të funksionon. Ose për shembull, shpesh ortopedat ato e punojnë, se ndoshta e diagnostifikojnë, po dhe ata e diagnostifikojnë, dhe te pjesa e gjurit vendoset proteza, ku pastaj është shumë funksionale, është shumë jetëgjatësinë ka diku 20 vite, edhe ku pacientës i kthehet kualiteti i jetës, do me thënë, për dallim prej sëmundjeve autoimune, tek ta ka zgjidhje, do me thënë protez, që pastaj funksionon, ato autoimunet, ato fatkeqësisht janë shumë më të rënda. Do me thënë, edhe pastaj te osteoartritet e qafës, të unazave të qafës, shpesh kur për shembull kemi fascetet e mëdha që pacienti sun lëviz, ka dhimbje, edhe aty bëhet laminektomi totale ose parciale, varësisht ashtu si ka zgjedh ortopedi që pacientët jetë sa më funksional, edhe kualiteti jetës të jetë sa më e mirë. Po. Doktoresh, një pyetje të fundit, ndoshta ju intereson shumë njerëzve,
po më intereson edhe mu. Kërcitja e gishtave. Unë e harova A i atje. dëmtojmë nyjet, apo është një zakon i padonshëm? Unë e harova atje se tu e mundu me sqaru shumë bukur. Kërcitjet, apo ne i themi krepitacionet, shumë pyetje me vend. Për shembull, i damton, shumë pyetje me vend. Pastaj, nëse unë dua të di, pa do një aparatur, pa rentgen, e kemi një test shumë të thjesht, për shembull, e vendosim dorën në gjuj, edhe i themi pacientës të ngrit këmbën përpara edhe mbrapa, që të shikojmë kapsula artikulare edhe gjuri, a ka fërkime. Këtë ju themi krepitacione. Nëse aty, në shuplakën e dorës, na bëhet sikur të thehet ara. Atëherë, na po e kuptojmë që fërkimi është shumë i madh, edhe pastaj kur i si rekomandojmë pacientit të bëjë një grafi, shifet që ngushtimi është shumë i madh, edhe fërkimi i tepërt, ato çojnë te gonartrozat. Disa pacientë e ke pa që bëjnë kështu. Nuk është mirë, se aty si populli thot yndyra. Elastiteti i kapsulës artikulare bie. Edhe e inicojmë të rrshqet më të shumë edhe të fërkohet, pse ta humbim apo ta damtojmë atë si homogenitet të kapsulës. Pra i dëmtojmë gishtat kur i kërcasim. Tash po them që në masë të madhe dëmtohet, po për shembull tek një i vjetër. Edhe ai mjaft e ka jo homogene kapsulën artikulare, pa proteoglikane, edhe të bën ashtu kërcitje, edhe tek të rit nuk i kisha asnjë rekomandu që të bëjnë shpesh këto kërcitje. Po, domethënë, sa më shumë ti ruajmë pjesën e këtyve nyjeve, edhe tash nuk po mundem me thënë që robaqepsia apo ai që furkatari apo të tjerë ta humbin profesionin, po kjo është një sëmundje degenerative që ritmikisht për kohë të gjatë, kur forca mekanike bën presion me këto nyje, atëherë do të kemi dëmtime, lëndime, ose për shembull dikush që punon në të ftoftë, në lagështi, të gjitha dhe kushtet atmosferike këtu ndikojnë shumë, sidomos ngarkesa. Faktor, thash mosha, obeziteti, frakturat, aksidentet që ndodhin, edhe puna profesionale që bëjnë nëse është me presione apo me ngarkesa asi mekanike. Doktoresh, ju faleminderit shumë që ishit sot në Shnet. Do shta është temë më e gjerë, do të flasim edhe herë të tjera. Me shumë kënaqësi. Për tema të tilla. Me shumë kënaqësi.